Suzien ka emrin e gjyshes. Si e ka Suzi? E ka Suzi N. N. Po. Okej. Suzi N. Është një bashkë si Jo, është apo middle janë name. të ndara? Është një middle name, po janë të ndara. A lejohet në Shqipëri kjo gjë? Se unë di që nuk lejohet. Lejohet, po, mund të vësh dy emra. Okej. Mund të vësh dy emra, pra ti në Shqipëri lejon që të mbash mbiemrin e dëshiruar. Okej. Pra ti vendos çfarë mbiemri ti vësh fëmijëve. Okej. Me konsensus nga prindit, pra edhe nënat mund vendosin mbiemrin e Okej. tyre. Nuk lejohen dy mbiemra. Okej. Dhe lejohet që të vësh edhe një middle name. Pra, un kam luftuar për middle names në fakt. Por zgjodhëm mënyrën tradicionale që ne kemi si popull, që është vetëm një emër. Okej. Ndërsa Suzien e vu me kënaqësi middle name, sepse është një version modern i emrit Suzana, që është gjyshja e gocës tonë, është nëna e bashortit tim, e cila sot nuk është më.